Në Shqipëri, fati nuk ishte vetëm një ide e largët. Ai ishte një bashkëpunëtar i përditshëm. Të parët tanë shihnin botën si një rrjet shenjash, në qiell, në zjarr, në trup, në pragun e shtëpisë. Kur diçka e pazakont ndodhte, ata nuk e quanin rastësi, por paralajmërim. Këto shenja nuk kishin për qëllim të friksonin, por të udhëzonin, të ndaloje, të mendoje, të mos niseshe, të ruaje familjen. Në këtë video do të udhëtojmë në 10 shenja që shqiptarët nuk injoronin kurrë, dhe do të kuptojmë logjikën, frikën dhe mençurinë pas tyre. Dëgjo deri në fund për surprizën. Ëndrat që nuk duhej të injoroheshin. Kur një njeri zgjohej i trazuar nga një ëndër, të parët tanë nuk e linin atë të shpërndahej si tym. Ëndrat konsideroheshin si dritare ku fati flet pa zë. Nëse shihje ujë të turbullt, thuhej se po afrohej nga të rim, fjalë të paqarta, punë që secin ose njerëz që fshehin qëllime. Kur ndëroi dhëmbë që binin, ishte një shenjë humbjeje, jo domosdoshmërisht vdekje, por largim, prishje marrëdhëniesh ose mbarimi një periudhe. Më të rëndat ishin ëndrat ku një i vdekur të thërriste me emër. Plakat këshillonin: mos shko pas tij në ëndër, mos i jep dorën, mos prano dhuratë. Në mëngjes, ëndra thyhej me ujë të ftohtë në fytyrë, me krip në prag, ose duke treguar shpejt tek një njeri i besuar, sepse e fshehura arritet. Edhe në sot, shumë familje i mbajnë mend këto rregulla. Ëndra është paralajmërim, jo dënim. Ajo të shtyn të jesh më i kujdesshëm, të vonosh një vendim dhe të lexosh më mirë njerëzit përreth. Kur ëndra duke e keqe, disa ndiznin qirit e dera, thoshin një lutje të shkurtër dhe nuk niseshin pa aguar. Të tjerë nuk e tregonin ëndrën pas perëndimit, se nata e mban. Kështu, ëndra kthehej në këshill për rrugën. Zogjit si lajmëtar. Në fshat, qielli lexohej si një letër e hapur, dhe zogjit ishin rreshtat e saj. Nëse një zog përplasej në dritare, nuk ishte thjesht aksident. Thuhej se po vinte lajm i papritur. Kur sorrat rrotulloheshin ulët mbi çati, njerëzit bëheshin më të heshtur, sepse shenja fliste për shqetësim, thashë theme, ose një konflikt që po afrohej. Bufi, sidomos kur këndonte pranë shtëpisë, ishte ogur që të mos niseshe për rruga të natë. Jo se bufi sill të keqen, por sepse ai del ku rreziku s'duket. Edhe dallëndyshet kishin kuptim. Kur zhdukeshin papritur nga obori, mendohej se koha dhe fati po ndryshonin. Plakat vërenin edhe drejtimin e fluturimit. Zog që kalon drejt e mbi kokë, ishte shenjë kalimi, pra një periudhë mbyllet dhe një tjetër hapet. Për ta zbutur ogurin, disa hapnin derën për pak sekonda, sikur ta linin lajmin të hynte pa forcë. Të tjerë hidhnin pak grur jashtë, si pagesë simbolike për qiellin. Mesazhi ishte i qartë: ku natyra bën zhurmë, mos e ngatëroni me rastësi, ndaloni, dëgjoni dhe ecni me sy hapur. Nëse gjej një zog të ngordhur te pragu, nuk e hidhje me dorë. E mbështillje me leckë dhe e varrosje larg, pa fjalë që shenja të mbyllej. Shenja nga zjarri dhe hiri. Zjarri në oxhak nuk ishte vetëm ngrohje. Ai ishte gjykatës dhe rrëfimtar. Nëse flaka kërciste fort, thuaj se shtëpia po flet, dikush po të përmend, ose po vjen lajm. Kur zjarri fike papritur, pa erë e pa arsye, njerëzit e merrnin si paralajmërim për një pengesë të afërt, një punë që do të ngecë, një udhëtim që s'duhet bërë, një fjalë që s'duhet thënë. Hiri kishte rregullat e veta. Nëse hiri shpërndahej vetë në dysheme, ishte shenjë trazimi. Plaka thoshin se shtëpia s'po ri rehat. Edhe forma e qymyrit vëzhgohej. Kur qymyri çaj në dysh, flitej për 2 rrugë, 2 vendime, ose 2 njerëz që po përplasen. Prandaj, kur vinte një ogu nga zjarri, askush nuk e shkelte hirin pa e pastruar. Ai mblidhej me kujdes dhe nxirrej jashtë, larg pragut. Disa hidhnin një grusht krip në flak, si për të mbyllur sherrin, sepse kripa ishte mbrojtje. Zjarri gjithashtu lidhej me mikpritjen. Nëse flaka bëhej e ulët kur hyn dikush, thuhej se ai sillte rëndes, nëse ndiste fort, sillte fat. Kështu, një oxhak i vogël kthehej në hart, ku familja lexonte motin e jetës. Dhe mbi të gjitha, zjarri të kujtonte: mos nxito, mendimi i ftohtë shpëton shtëpinë atë natë. Heshtja e papritur. Ndonjëherë, paralajmërimi nuk vinte me zhurmë, por me mungesë zëri. Kur në një lagje qend pushonin së lehur i papritur, sidomos në mesnat, njerëzit thoshin se diçka po kalon. Nuk ishte domosdoshmërisht e mbinatyrshme. Ishte ideja se kafshët e ndjen rreziku më shpejt. Një i huaj pranë shtëpisë, një ujk në pyll, një konflikt që po afrohet. Edhe zogjit e oborit, kur rinin të mbledhur e pa lëvizur,
shiheshin si shenjë shqetësimi. Heshtja e papritur në një mbrëmje, kur edhe era dukej se ndalej, i bënte të parët të kontrollonin dyert, të mbyllnin dritaret dhe të mos dilnin pa arsye. Në shumë familje ekzistonte një rregull i thjeshtë, kur nata bëhet pa zë, mos hap derën në thirrjen e parë. Prisni një herë, 2 herë, nëse ishte dikush i njohur, do të fliste sërish. Kjo heshtje shoqërohej edhe me një zakoni tjetër, të mos bëje plane të mëdha në atë çast, sepse qetësia e çuditshme shihej si pushim para stuhisë. Pra, heshtja nuk ishte frikë, ishte alarm i butë, një kujtesë që shtëpia ruhet me vëmendje, jo me panik. Disa vendosnin një thik në një jastëk ose një deg dafine mbi derë, për t'u ndier të mbrojtur derisa të zbarte dita. Trupi si paralajmërim. Trupi, për të parët tanë, ishte si një kamban e vogël që bie para se të vijë lajmi. Nëse syri të rrite pa pushim, nuk ishte vetëm lodhje. Në disa krahina thuaj se dikush po të përmend, ose se po të afrohet një takim i papritur. Kruajtja e pëllëmbës lidhej me ardhjen ose largimin e parave. Dora e djathtë për marrje, e majta për dhënie. Por gjithmonë me një këshill: mos u gëzo shpejt, se fati s'pëlqen zhurmën. Edhe dridhjet e lehta, sidomos ku nuk ishe ftohur, merreshin si shenjë kujdesi. Mos shko në rrugë të errët, mos u fut në debat, mos i beso fjalës së parë. Ku një person ndjente një shtrëngim në kraharor pa arsye, pleqtë e interpretonin si peshë që po vjen, pra një lajm i rënd ose një vendim i vështirë. Në këto raste, rituali ishte i thjeshtë, një gotë ujë, pak frymëmarrje e thellë dhe heshtje. Nuk e shanin trupin, por e dëgjonin, sepse, sipas tyre, fati nuk paralajmëron gjithmonë me shenja të mëdha. Nganjëherë ai troket brenda nesh, me një rajë syri, një drithërim, një ndjesi që të thotë: ndalo. Dhe kur ndaloje, shpesh zbuloje se kishte arsye, edhe pa e ditur kur. Sendet që bien vetë. Kur një send binte vetë, shtëpia dukej sikur tregonte një sekret. Pasqyra ishte më e frikshme, nëse çaji pa e prekur njeri, thuhej se po thyej një mbrojtje, ose se dikush po sillte zili e fjalë të liga. Enët që thyenin vetvetiu, sidomos në kuzhinë, interpretoheshin si shenjë për grindje në familje, ose për një mysafir që vjen me bar. Edhe ora kishte peshë. Kur një orë ndalonte papritur, në shtëpi binte një heshtje e çuditshme, sepse koha, simbolikisht, po ndalonte për të detyruar të shikoje rreth e rrotull. Në vend që të trembeshin, të parët kishin rregulla praktike. Sendi i thyer nuk mbahej gjatë brenda. Mblidhej me një herë dhe nxirrej jashtë. Nuk i numëronin copat me zë, që të mos numëronin fatin. Nëse ishte pasqyrë, e mbështillnin me një pëlhur të errët. Disa hidhnin pak ujë në prag dhe e fshinin, si për të larë gjurmën e ngjarjes. Mesazhi i këtyre shenjave ishte i qartë: ku diçka këputet pa arsye, edhe marrëdhëniet mund të këputen. Prandaj rregullo ç'ke për të rregulluar, kërko falje shpejt dhe mos e lër tensionin të rritet. Shpesh, pas një sendi që bie, ata bënin paqe në sofër, që të mos binte fjala atë natë. Drita dhe errësira si paralajmërim. Drita dhe errësira kishin gjuhën e tyre në shtëpitë shqiptare. Nëse qiriu digjej me flakë të çuditshme, duke u zgjatur e utkurur si të merrte frymë, plakët thoshin se ajri nuk ishte i mirë, ose po ndryshonte moti, ose po ndryshonte gjendja e shtëpisë. Ku llampa e vajgurit bënte hije të trasha në mur, njerëzit shmangnin bisedat e rënda, sepse besonin se fjalët e liga ngjiten në errësirë. Një dritë që fiket vetë, sidomos në momentin ku flitet për një vendim, merrej si shenjë ndalimi. Prit, mos nënshkruaj, mos u beto. Edhe shkëndijat që dalin papritur nga prushi konsideroheshin paralajmërim për një debat që po ndizet. Por drita nuk ishte vetëm ogur, ajo ishte mbrojtje. Në disa zona, natën nuk lihej shtëpia krejt në errësirë. Një kandil i vogël lihej ndezur, që të mos u mbas rruga. Nëse dikush kthehej vonë, llampa vendosej afër dritares si shenjë mirëseardhjeje. Pra, kur drita sillej çuditshëm, mesazhi ishte i thjeshtë: shiko ku po shkon, shiko çfarë po thua, dhe mos lejo që errësira të marrë vendin e mendjes. Për ta qetësuar shenjën, disa hapnin pak derën që të dalë hija. Pastaj e mbyllnin ngadalë dhe bënin kryq në heshtje deri në mëngjes. Qet. Shenjat nga kafshët e shtëpisë. Në mendësinë e vjetër shqiptare, kafshët e shtëpisë kishin një instinkt që njeriu e kishte humbur. Qeni ishte roja e parë. Nëse ai u lërinte pa pushim nga dera, njerëzit nuk e qortonin. E merrnin si shenjë se po afrohej dikush, ose se diçka e panjohur lëvizte rreth oborit. Nëse qeni refuzonte të hynte në shtëpi, ishte paralajmërim që të mos hapje derën pa u siguruar. Macja, nga ana tjetër, shihej si barometër i fatit,
nëse largohej për ditë të tëra. Thuaj se shtëpia po hynte në periudhë të ftohtë, me mungesa ose grindje. Kur macja kruante pragun ose rinte ngulur te një qoshe, njerëzit pastronin shtëpinë, sikur të hiqnin energjinë e rëndë. Edhe Kali kishte shenjë. Nëse nuk pranonte të nisej, ose dridhej pa arsye, udhëtimi shtyhej, sepse rruga s'ishte e mirë. Në vend që t'i konsideronin këto si bestytni, të parët i shinin si kujdes praktik, kafsha ndjen erë, zë, lëvizje. Dhe kur ajo të jep sinjal, t'i fiton kohë. Në fund, respekti për kafshët ishte respekt për paralajmërimin që vjen para rrezikut. Kur Gjeli këndonte në orë të pazakont, thuaj se po ndryshonte fati. Për ta kthyer mbar, i hidhnin pak misër dhe thoshin: "Mbarsi për shtëpinë." Koha e gabuar. Shpesh, shenja nuk ishte çfarë shihje, por kur e bëje. Koha kishte moral. Të parët tanë besonin se disa orë janë të mira për nisje, e disa janë të prera. Nëse zgjoheshe me sy të rënd, nuk niseshe me njëherë, prisje të dilte drita, sepse rruga në terë sjell gabime. Edhe dita kishte peshë në disa zona, e hëna nuk ishte për të filluar punë të mëdha. Jo se ishte e keqe, por sepse fillimi kërkon forcë dhe e hëna ishte për matje e plan. Kur bieshi i papritur në momentin që del nga dera, shumë e merrnin si shenjë shtyrjeje, jo për të hequr dorë, por për të mos nxituar. Nëse dikush të priste rrugën në minutën e fundit me një kërkesë të vogël, plaka thoshin se ishte pengesë e fatit, një provë për të parë sa këmbëngulësje. Prandaj, kur koha duke e gabuar, ata bënin gjën më të mençur, dalonin për pak, rishikonin çantën, numëronin dokumentet dhe merrnin frymë. Shumë aksidente shmangen nga një vonesë. Kështu, besimi në kohën e gabuar ishte mënyrë për ta kthyer nxitimin në kujdes dhe rastësinë në disiplinë. Nëse si e qet në nisje, fati të thotë: "Kthehu një hap dhe prit." Pragu i shtëpisë si vi fati. Asnjë shenjë nuk ishte më simbolike se pragu i shtëpisë. Pragu ishte kufi, ligj dhe mbrojtje. Të parët thoshin: "Mos u ul mbi prag, se po ulesh mbi fatin e shtëpisë." Mbi prag nuk jepeshin gjëra me dorë, sepse shkëputet mbarësia, ose hyn keqkuptim, ose ftohet marrëdhënia. Edhe fjalët e rënda nuk thuheshin te dera. Dera është vend pritjeje, jo gjykimi. Nëse dikush vinte dhe nuk e kalonte pragun, familja e merrte si sinjal se ai kishte droj, ose se sillte diçka të paqartë. Prandaj e ftonin të hynte plotësisht, që biseda të ishte e pastër. Kur nuse si jepej buka e kripa, shpesh bëhej pranë pragut, sepse aty vendosej begatia. Nëse një fëmijë rrëzohej te pragu, thuhej se shtëpia po e paralajmëron, kujdes me rrugët, me njerëzit, me fjalët. Edhe pastrimi kishte kuptim, pragu fshihej drejt jashtë, jo drejt brenda, që të nxirrte të keqen. Në fund, pragu i mësonte të gjithë një ide të thjeshtë: çfarë lejon të hyj, do të jetoj me ty. Prandaj, zgjidh me kujdes këfton, çfarë sjell dhe çfarë lë pas. Për këtë arsye, disa hidhnin krip te pragu, hynin me këmbën e djathtë dhe nuk fishkëllenin kurrë në derë kur binte nata. Këto 10 shenja mund të duken si bestytni, por në thelb ato ishin një mënyrë për të jetuar me kujdes. Të parët tanë nuk kishin lajme të shpejta, as alarme në telefon, ata kishin vëzhgimin, përvojën dhe instinktin. Natyra, zjarri, trupi dhe shtëpia u bëheshin sinjale për të mos nxituar, për të shmangur konfliktin dhe për të mbrojtur familjen. Sot ne mund t'i shohim si traditë, por mesazhi mbetet i njëjtë: dëgjo, mendo, pastaj vepro. Nëse njeh shenja të tjera nga gjyshërit, shkruaj në komente. Abonohu në Fakte Morbid për histori të tjera misterioze. Dhe mos haro ta shpërndash videon.